Kjo është një dëshire jamja për të ardhmen, mu përfërcu në atë pjesën e gatimit. Kush gatur më mirë, mami apo vjehra? Të dyja, po, shumë mirë. Okej, unë në hyrje tash që sigurisht një nga gjërat e fundit për të cilat duhet sigurisht të ndihesh krenar, se po ndihemi gjithë ne në fakt për arritjen tënde, ishte pjesëmarrja në Met Gala. Një event ky që kthen sytë e gjithë botës nga yjet botror, e një nga yjet që në fakt edhe shkëlqej shumë atë natë ishte e jona edhe ajo një krenari ekstra Beverexha. Tregot qysh ishin emocionet për qena të? Po, isha në atë kohë në udhëtime, isha në Dubai, edhe rrugës të u kthy, 2 ditë para se më kanë Met Gala, më kanë qu ftesën, edhe vendosa mrena 2 ditëve me udhëtu, edhe shkova moment fundit, ishte një eksperiencë shumë e mirë për Beverexhin, ishte hera e parë në pjesëmarrja në Met Gala, edhe aja shumë mirë ja kaloi. I kishte njerëz të afër ngatë që ndihet rahat, edhe make-upi dol shumë bukur, pamja saj dol shumë bukur. E meritoj edhe aja atë prezencë në Met Gala, edhe u gëzova shumë për ta, po ashtu edhe për vete, isha shumë falënderues që ma dha këtë shansë. E qeni një pjesëmarrje veçantë edhe për të, sepse po e thua hera e parë e saj aty, edhe që shtuan me undi fakti që ajo ti e ke ditur që të beson, sepse keni bashkëpunu edhe më përpara, për në një ngjarje kaq të rëndësishme, e ke prit që ka me të Po, është ndjenjë e mirë që kur të mundohesh për dikon edhe ta kthen dikush më të mirë, kështu që nuk ta hup atë shpresën e mirësisë, kështu që çado që bën të kthehet në jetë, vazhdoj besoj në ato. Okej, tregomi pak ato momentet, a kishe stres për gjatë Ma shumë stres më kam këto se sa atje. Jo, mi zemër, kur ke qenë Met Gala kjo? Po, jo, nuk isha shumë stres për arsye që kisha shumë herë të bu make-upin tek Beverexha. Kisha ma shumë stres për ta, se ja bëjqa galin që shka me kaluë, që është. Po, nuk isha kohë dhe me ndu për stres. Isha atë për me kry punë, me bëdhan maksimumin dhe pa dalë edhe një video që për shota është. Pa dalë një video shumë interesant, pa të posu në TikTok, unë të përcil Beverexhin të dalë jashtë prej hotelit dhe e majta telefonin ashtu të e gjiru, gjithmoj bëj vlogging edhe kom dalë shumë stresume edhe ishtë në dokumente pak negative, ashtu të thonë, ja këshire Dafine që pe gjiron vetën, kështë pe gjiron dikush tjetër. Mande e posuva këtë video më të regu që nuk e kom gjiru vetën. I kësha gjiru vetën 24 orë. Po, ashtu edhe ndese e kësha gjiru vetën, s'ma kishni, vi që apo du me lidhë me këtë sen që njerëz gjithmonë kanë me folë dhe kanë me thonë diçka. Kështë që veç besonin e ëndrën e juaj, ju e njefni vetën, njerëz që ta besojnë punën të njofin edhe të lavdrojnë, kështë që ajo është me rëndësi. Ta shti e ke kuptu që edhe majat e botës me arrit edhe pozicionin më të lartë këtë unë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, njerëzit nuk... Po, e vërtet. Po, une që nuk e pësoj shumë vetën edhe nuk e prezentoj shumë vetën në emisione dhe në rrjetet sociale, normal o konë diçka e re për mu, po e di që funksionon këtë biznes, është pjesë e jetës. Këtë takove aty nga afër që të duk më ndryshe nga që duket në përmes fotografive, videove, ku e di? Unë mendoj që çdo artist ose çdo person që e shohun në rrjetet sociale nuk duket ashtu si nga afër. Mendoj që secili person duket ashtu si në jetë reale. Asnjë person nuk e ka fytyrën perfekte, as lëkurën perfekte. Kështu që unë jam mësuar me ato që vipat ose njerëz të gjithë dukum njëjtë. Kështu që në rrjetet sociale është një botë pak e rrejshme, kështu që kërkosh nuk është as perfekte si në rrjetet sociale, kështu që mos t'i japë njerëz shumë stres vetes. Si po dukesh si me